Nga shkolla e cila ishte ndërtuar këtu rreth 4 shekuj më parë, tashmë ka mbetur vetëm këto shenja. Stublla e Përmevitis supozohet që është vendi ku ndërtua mësnjëtorja e parë shqipe, në të cilën morën mësimet e para rreth 10 nxënës. Shkolla ka qenë prej guri, duke qenë se gjithë pjesa ku ka qenë shkolla janë gjithë gurë të latuar. Shumë gurë të latuar, jo 1, 2, 3, 10, po e gjithë pjesa hapësira. Shkolla mendoj të ketë qenë në 2 kate. E arsyeja pse pikërisht në këtë vend është marrë kjo iniciativë lidhet me histori. Raporti vitit 1584 dhe studiues të shumë të ndryshëm, tash po them të huaj, e japin si arsyetim. Këtu është vendosur të bëhet shkolla në formë kolegji, sepse këtu ende nuk vinë dhe nuk banojnë turqit. Ani pse librat më të vjetra që ruhen këtu i takojnë butimeve më të vonshme, Stublasi thot se nga Vatikani, në vitin 1584 u sollën 500 kopje të një materiali shqip dhe se ndonjë kopje e tyre mund të jetë në arkivat e Vatikanit. Për tempullin e parë të dijes ekziston edhe një mister, sepse për fatin e saj gjatë shekullit 18 nuk dihet, por funksionin e njëjtë ky vend vitias e rifilloi prapë në vitin 1800, vetëse në një objekt të ri për skaj. I njëjti aktualisht shërben si famulli dhe nga 2010 është shndruar në nivel të muzeut kombëtar.